Nuk duhet me e lakmu shumë lekun? Kur. Sa, asë mos me metë pa ta, asë me pas thajsin. Mos ja pa shaharë. Nëse do kishe qenë i pasur, do ta kishe pranuar lekun? Mesatar, pra. Ka mesi. Gjithmonë mesatar? Gjithmonë ka mesi. Ma nërtë jo. Nuk e duhe fare. Pse, u kom marë bësh, në këtë jetë e bësh dhe iku. Dishka dënonë mrapa. Në faqen e dhe jo, dhe faqen e bardhë. Më mundu me lonë faqen e bardhë. Dhe për desë të më knashën, çka për para nuk e di. Pra njeriu fal vetëm nderin, thotë. Kaq. Të lexojmë një poezi tjetër? Në zë të pandemisë. Të pandemisë. Ç'a mendove kur ra pandemia? Po tash e shih aty se kam shuar ju. Këto. Jo, qendra. A ke këta? Gruas. Po. Kjo qenie madhështore, nga Zoti e krijuar, të gjitha ngjyrat e jetës asaj ja kam dhuruar. Shpeshherë nga njerëzit shikohet si e brisht, por ajo është forca që botën lëviz. Ajo është nëna që jetën dhuron. Ajo është bia që prindrit i gëzon. Ajo është motra që jep ngushëllim, është edhe bashkëshortja e fortë dhe me guxim. Ajo është dora e ngrohtë që zemrat shëron, ajo është shpirti i butë që për të tjerët mendon. Sot nga zemra ime buron veç ky urim, çdo grua në botë qoftë e lumtur dhe e lirë. Zoti e shpërbleth gjithë mundin tuaj, e secila nga ju qoftë gjithmonë e gëzuar. Me respekt, Prel Smali. Gruas. Dhe Shën Valentinit. Pse Shën Valentinit një? Është i dashur, bro. Është i dashur? Dashur i jashtë e mije, bro. Vërtet? Dashur i jashtë plakët kur. Dgjoj, po dhurata ke dhuruar Prel? Bashkëshorte si ke dhuruar? Tjetër, bro. I ke dhuruar, a? Sot ka pak ditëlindjen e gruaja ime. Sot? Sot. Dhe 100. Falenderit. Dhe unë ja kam dhuruar 100.000 lekë mbjes. Asa e bukur. Si e ka? Më thuaj pak si e ka emrin? Dildonja, quhet gruaja ime, Dildonja nëna ime. Dildonja? Po. Wow. Edhe gruaja, edhe nëna të njëjtën emër? Të njëjtën. Dildonja. Dildonja. Ua sa e veçantë. Shumë e çuditshme, a? Shumë e çuditshme. Po si ka mundsi? Mu më thonë pral deda. Babs, në grënës temi thonë do deda. Ua. Po pse nduhet deda? Po do të këto është e vërteta, bro. Nuk është ka qenë me plan, njoja. Jo. Rastia përdish. Wow. I ka patur mendon? I ka patur virtytet e nënës tënde, Dildonja? Po i ka pas. I ka pas, shiko. Po mua ka qenë është mrekulli. Për jetën teme, është dhurata më bukur si më ka dhënë Zoti në jetën teme. Ku e kupton ti që e ke dashuruar një njerëz? Mënyra e sjelljes. Mënyra e sjelljes dhe respektit. Shiko. Ajo grua që e respekton burrin, respekton dhe fëmijët. Edhe gjinjën e vet. Me radhë si gjitha. Nëse ti burrin e poshtron, ti poshtron veten tënde dhe familjen tënde ku ke dani. As burri ta poshtoi gruan, burrin e kurrë. Dhe ta madhëroj, bre, t'ja rish një zonit sa mundet. Po të nëj qajubi, thot, ti s'pa të dritë, thot, po mua dritën time. Si dish gruja. Unë thot, gjithmonë të kanë besu, po të rëmas, kur mas kanë me të besu. Unë sot, gjithmonë, unë kanë besu. Ti shi mua dritën time, se s'pa të dritë, pa mua dritën time, kur mas kanë me të besu. Si lule e praruar që qel në mirësi, si bleta punëtore është drejtoresha lumturi. Është e vërtet. Ashtu si që ka emrin lumturin adhuron e dashur e sjellshme që kur nuk përton. Mbështetje sociale për çdo problem që kemi, rrugë zgjidhje të sigurta na jep psikolog Meti. Po. Ka ikë Meti, ka zëvendësu kjo. E ka zëvendësu, si e ka? Anthi. Si? Anthi quhet kjo. Aranthi, a? Anthi. Po. Është shumë e mirë. Vërtet? Është shumë e mirë. Si e ke lidhjen me Anthin? E kam të shkëlqyer. Vërtet, a? Po, për Zotin. Po kur ke ndonjë shqetësimi, flet asaj? Kur ke ndonjë shqetësimi, a thua? Me pas nevojë, po. E me sigurt se ndëgjon. Edhe të dëgjon gjithmonë, Shumë e mirë. Shumë e rëndësishme. Psikolog. Po Anthi ti ke bërë një poezi?
Akoma. Mendoje, po Do t'ja bëjnë se zbanë. mendoje një strofë. Do t'ja se ta bëjnë, pyes mbas do t'ja kësaj. bëjnë të plot një. Mbështetje sociale për çdo problem që kemi, rrugëzgjidhje të sigurta në e psikolog Meti.